ka të bëj me individin, por me partin, dhe këtu dua dhe ta sqarojmë dhe njëherë, zotri Berisha. Po flisnit pikrisht edhe për kandidimin e konjufses. Është më i pranueshëm konjufsa për PDK-n apo nuk ka rëndësi se kush mandatohet, të njëjtin qëndrim do mbani ndaj lëvizjes vetëvendosje? Nuk është çështja tek individi. Normal se individi përcakton dhe determinon edhe politik bërën e qeverisë, sepse kemi të bëjmë me lider autokratik, siç ishte Kurdi, dhe nuk kalon në kuvendin e Kosovës, por kemi të bëjmë me një qëndrim të prerë se nuk e mbështesin asnjë mandatar nga lëvizja vetëvendosje. Dhe çdo tentativë për me dhënë sërish mandat kësaj partie, edhe me kandidat tjetër, është vetëm humbje kohës, është një zvarritje e panevojshme dhe do të aftëlloj edhe ma shumë atë mungesë në besimit që është në institucione. Siç ka dështuar Albin Kurti, për sigur shumicën do të edhe prapë, kushdo që e bën këtë përpjekje, këto janë vetëm thjesht tendenca artificiale në këtë proces për me marrë lëvizja vetëvendosje pushtetin. Tani problemi është të kërkohet ma thellë arsyen pse zoti Kurti ka kaq shumë presion dhe pse ai pretendon me çdo kusht të qëndrojë në pushtet. E nëse shohim këtë atëherë, unë mendoj se ky është në atë situatën që thuhet mes Kiles dhe Karibes, është në mesin e presionit të sponsorizuesve të tij politik, që duan patjetër për të përmbushur objektivat e atyre sponsorëve politik që kanë synim zhbërën kushtetuese të Republikës Kosovë përmes marrëveshjeve dhe detyrimeve që ka marrë këtë vitin 23, dhe është në anën tjetër në presionin e drejt për drejt Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që e kanë shpallur pa pranueshëm, pa besueshëm, jo korrekt, dhe nuk e shohin si partner për të ecur përpara qoftë në implementimin e gjithë strategjisë amerikane apo dhe interesave të Kosovës. Pastaj sponsorizues të tij, mos harroni, udhëhiqen nga Instituti Ndërshmërimeve Hajdutëve apo nga standardi i kartelave. Dhe këtu rrezikohet drejt për drejt Kurti, prandaj po bën përpjekje të manipulojë të gjitha procedurat e mundshme vetëm që të mbetet në pushtet. Ku shihet tani, kushtetuta është e qartë, është e prerë, nuk lën hapësirë për interpretime dihotomike siç u mundua presidenti të deklarojë ditëve të kaluara dhe të fusë teorinë e gjasës në krijimin e institucioneve. Nuk funksionon kështu. Kushtetuta i ka të rregulluar çështjet në mënyrë koncize. Prandaj është akt themeltar i shtetit. Manipulimi qëndron në fakt nëse dikush i ka votat apo vetëm po bën to për të blerë kohë. Këtu qëndron edhe abuzimi politik me një proces që kushtetuta e vendit tonë ka përcaktuar shumë qartë. Dhe prerë mandati i qeverisë buron nga shumica, jo nga dëshira për zvarritur procesin apo tendencat e këtij për ta bartur këtë pas balotazheve në periudhën kur do të jetë edhe zgjedhja e presidentit me institucione të hendikepuara, e që pastaj